Zoti i gjithësisë i qofshim atij fal, i gjithëpërshtetshëm dhe i pavdekshëm. Ai i cili në dorën e tij është pushteti çdo gjëje. Ai i cili krijoi njerëzit dhe miliarda gjallësa të tjera. Vetë ai i drejtohet pejgamberit Muhammed a.s. drejt për drejt, i kënaqur tash me ai, me morali, edhe sjelljen e profetit dhe pejgamberit tij, dhe i thot: "O Muhammed, ti je në një shkallë shumë të lartë morale dhe unë të dua shumë." Pra kjo është kuptimi. Sa më shumë një njeri i sjellshëm, i moralshëm, i kulturuar, aq më i devotshëm dhe me besim quhet, aq më shumë e don Zotin. Ulemat e Islamit kanë thënë: morali, sjellja dhe kultura janë parametrat kuptosh ti si musliman dhe muslimane sa e ke besimin.